7 persona janë arrestuar gjatë zhvillimit të një operacioni të madh policor që u mbajt gjatë mëngjesit të së hënës në Qaçanik në lidhje me vrasjen e rështerit Muhamet Lika. E çka dihet deri më tani në lidhje me të arrestuarit dhe për këto arrestime? Të arrestuarit janë Rejhan Bela, i lindur në vitin 2007, Haki Bela, i lindur në vitin 1999, Rilind Murati 2003, Edmond Lika 2002, Diamant Gashi 2003, Vatan Çaka, i lindur në 2006, si dhe Shkëlqim Kuka, i lindur në vitin 2003. Ndaj të dyshuarit kryesor Rejhan Bela, gjykata themelore në Ferizaj i ka caktuar një muaj para burgim, i cili në kohën kur dyshohet se ka kryer vrasjen e policit ka qenë i mitur. Madje për të riu në fjalë thuhet se ishte edhe më parë i dënuar për veprën dhënim, e këtë ka konfirmuar edhe gjykata e Ferizajit se 18 vjeçari ka në procedurë të ekzekutimit të masës institucionale në kozgjate prej 2 vite për veprën penale dhënim, për të cilën ka lëshuar urdhër arrest. Por çka dihet për natën kritike? Në njoftimin e gjykatës thuhet se i mituri pasi e kryen aktin shkon në drejtim të një lokali ku takohet me Rilindin dhe bashk largohen. Në pamjet e kamerave dëgjohet se një nga të dyshuarit i thot të miturit bravo, ek. Paraprakisht nga pamjet e kamerave vërehet i mituri së bashku me Rilindin dhe Vatanin dhe lëvizjet e të pandehurëve të tjerë. Ndërsa pas vrasjes Diamanti ka ndihmuar të miturin të largohet nga vendi i ngjarjes. Kurse 14 minuta pas vrasjes, Hakia vjen në vendin e ngjarjes, ndërsa pas 2 minutave largohet nga aty. Sipas gjykatës, viktima u qëllua pas shpine në shkallët e banesës së tij, e që i mituri aso kohë i shkon nga mrapa, dhe pasi që viktima hyn në objektin banesor, pas t'i hyn edhe Bela, i cili është me armë zjarri në drejtim të tij. Në mesin e të arrestuarve ke edhe Rilind Murati, i cili ka qenë edhe ish pjesëtar i forcave të sigurisë së Kosovës, që në vitin 2022 ka kërkuar veç që të tërhiqet. E këtë ka konfirmuar edhe Jop Maqedonci, duke thënë se Rilind Murati ka shërbyer në FSK për 1 vit. Haki Bela, Rilind Murati si dhe Rejhan Bela ishin ekspozuar disa herë në TikTok në një profil të famshëm të ashtu quajtur Rinia Islame Qaçanik, duke ligjëruar çështje mbi islamin, ku në këtë faqe ishin shpërfaqur edhe përmbajtje të disa hoxhallarëve. Gjatë një konferencë për media që u mbajt të hënën, drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha tha se dyshimet e para për vrasjen e Likës lidhen me punën zyrtare të tij. Ndërsa në bazë të raportimeve të mediave në vend, thuhet se në fund të vitit 2023 Lika e kishte arrestuar për përhapje të propagandës ekstremiste fetare Haki Belën, domethënë njërin nga të arrestuarit që dyshohet për vrasjen e rështerit. Thirrje që përhapnin propagandë kundër festimit të vitit të ri ishin vendosur në hapësirat publike të Qaçanikut në ditët e fundit të dhjetorit të vitit 2023. Viti i ri nuk është festë jona, mos festo festat e jo muslimanëve, ishte mesazhi përhapur përmes pamfletëve, ndërsa disa ditë më vonë në qendër të Hanit të Elizit ishte djegur bredhi vitit të ri. Këto ngjarje lidhen me veprimtari fetare me prirje ekstremiste që kishin ndodhur në Qaçanik dhe në Han të Elizit. E sipas mediave thuhet se motivi vrasjes së rështerit Lika ndërlidhet me këto 2 ngjarje të dhjetorit të vitit 2023.